Kishim dje një konferencë, sot është e dyta me radhë, natyrisht sepse zhvillimet në kryeqytet janë të jashtëzakonshme. Është dita e dytë që qytetarët e Prishtinës janë të privuar nga shërbimet e trafikut urban dhe gjithë kjo si rezultat i politikës dhe qasjes së përparim Ramës, të Lidhjes Demokratike të Kosovës në krye me Lumir Abdigjikun. Sot kishim një deklaratë të zotit Rama që tha se thirrja e seancës për legjislaturën e kaluar të Asamblesë të Kuvendit Komunal të Prishtinës është një mundësi opsionale për t'i inkasuar të hyrat vetanake e për cilat ai tashmë e sa kohë ka ngritur kauz të vetën dhe të partisë së vet. Duhet potencuar këtu qartë sepse kjo nuk është opsion, por është rruga e vet me ligjore. Tani më, vetë ftesa për këtë seancë dëshmon pranimin e fajësisë nga zoti Rama, i cili i ka traumatizuar qytetarët e Prishtinës dhe jo vetëm, me kërkesat e tij të padrejta dhe ligjërisht të paqëndrueshme për bartjet mjeteve vetanake, kur këtë gjë nuk e ka kaluar në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Për ta bërë një rikapitulim të atyre ngjarjeve që kanë ndodhur dje, është e rëndësishme të potencohen dy momente, të cilat shumë qartë e kanë demaskuar dhe e kanë çmontuar kauzën e rrejshme të përparim Ramës dhe të Lumir Abdigjikut për bllokat të buxhetit të Prishtinës nga ana e qeverisë Republikës Kosovës. Momenti i parë është një deklaratë e presidentës, e cila qartë tha se kishte një gatishmëri nga lëvizja vetëvendosje, konkretisht nga kryeministri Albin Kurti, i cili hoqi dorë nga votimi i buxhetit Kosovës për vitin 2026, me të vetmin qëllim që të votohet buxheti i Prishtinës dhe disa marrëveshje ndërkombëtare, dhe gjithashtu deklaroi se nuk kishte gatishmëri nga subjekte tjera politike. Rrjedhimisht e dim gjithë se subjekte tjera politike janë LDK-ja, PDK-ja, Aleanca dhe Nisma, shumica e të cilave qeverisin në kryeqytet. Në këtë kontekst duhet thënë se edhe deklarata e pastajme, sot që është bërë nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, është krejt e kotë, është e pavërtetë dhe pasakt, sepse është dëshmuar nga praktika edhe në Kuvendin Komunal të Prishtinës që kredibiliteti i zotit Abdigjiku është në nivelin 0. Kjo për faktin se si Asamblesë Lëvizjes Vetëvendosje kemi kërkuar nga Krypometri, i cili është instituti i vetëm që bën vërtetësinë e deklaratave, vërtetoi një deklaratë të zotit Abdigjiku që kishte thënë se Asamblesët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë qenë kundër mësimit tërditor, dhe pas gjitha hulumtimeve që janë bërë është konstatuar se deklarata Abdigjikut ka qenë e rrejshme, njësoj siç ka qenë i rrejshëm edhe demantimi ose tentimi për të demantuar atë deklaratë të presidentës së vendit. Duhet thënë se në këtë pranimin e fajësisë të zotit Rama, tashmë ai ka filluar të bëjë shfaqje teatrale, siç ishin ato sot që i pam në mesin e protestuesve, në mesin e punëtorëve trafikut urban, kur në stilin e një banditeske bërtiste qitiparet, sepse tashmë ai e ka kuptuar që edhe punëtorët e trafikut urban e kanë kuptuar ku është adresa e dështimit ndërmarrjes tyre, ku është adresa e vonesës së pagave të tyre, dhe për këtë arsye dhe janë mbledhur sot aty, ku është vendi, te komuna e Prishtinës, para zyrës së kryetarit përparim Rama. Duhet thënë se këto skena teatrale të përparim Ramës janë shfaqjet e tij, sepse me bindjet plotë them që zoti Rama nuk ka kurfar empatie ndaj punëtorëve dhe ndaj qytetarëve të Prishtinës. Ne jemi dëshmitar se çfarë ka ndodhur gjatë verës me punëtorët e ndërmarrjes pastrimi, kur kanë qëndruar me muaj para objektit komunës, gjithashtu me punëtorët teknik të shkollave, me punëtorët administratës komunës. Me një fjalë, nuk mbahet mend këtë pasur më shumë protesta ndaj këtë qeverisjes komunale, ndaj zotit përparim Rama, në asnjë nga legjislaturat në Kosovë qysh prej pas luftës. Lëvizja vetëvendosje me kohë ka treguar që blokada dhe bllokuesit e buxhetit Prishtinës, dhe jo vetëm të buxhetit, po edhe të zhvillimit të qytetit, janë Lidhja Demokratike dhe përparim Rama.
Kjo për faktin se ata pasi që nuk arritën me kohë ta miratojnë buxhetin e kuvendit komunal, ndërtuan një kauzë të rrejshme, të cilën e përdorën gjatë zgjedhjeve lokale, e tani në koordinim me Lumir Abdixhikun u munduan ta përdorin edhe në fushatën për zgjedhjet nacionale. Fatmirësisht dhe fatbardhësisht ata vetë ranë prej e gënjeshtrave të tyre dhe me ftesën për seancën e së ejtës komplet e demantuan kauzën e tyre të rrejshme. Përparim Rama është dëshmuar që është menaxher i dopt. Këtë e ka pasur në aspektin personal sepse ka ardhur i bankrotuar nga Londra, ndërkohë që tani më po i bankroton edhe ndërmarrjet komunale. Qytetarët këtë tashmë e dinë, e kuptuan edhe punëtorët e ndërmarrjeve komunale. Ne do të jemi kraj punëtorëve, ashtu siç kemi qenë vazhdimisht, në kërkesa të drejta dhe legjitime, dhe në të njëjtën kohë kërkojmë nga Zoti Rama që ta ndërpres keq menaxhimin financiar në ndërmarrje, sepse me të vërtetë parashikimet për të ardhmen në komunën e Prishtinës janë shumë të zymta. Komuna e Prishtinës tashmë ka shumë milione borxh, vetëm gjatë këtij viti mbi 15 milion janë arkëtuar nga përmbaruesit, ndërkohë që pretendimet për borxhe janë shumë miliona tjerë. Kjo paraqet rrezik për çdo shërbim në kryeqytet, paraqet rrezik të madh për pagat e punëtorëve të ndërmarrjeve komunale, e gjithsesi paraqet edhe dështim për zhvillimin e qytetit. Lëvizja vetëvendosje, Asamblesë të Lëvizjes vetëvendosje, të njëjtën do të jenë prezent në seancën e Kuvendit Komunal të Prishtinës për ta votuar bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025, këto mjete për cilat përparim Rama e traumatizoi një Kosovë, e cilat nuk i kërkoi aty ku është vendi në Kuvendin Komunal Prishtinës. Kjo nuk ka qenë gabimi përparim Ramës, kjo ka qenë qëllimi i tij, që të krijoj kauza, sepse kur dështon në menaxhim dhe kur s'ke për çfarë i akuzon kundërshtarët, atëherë pa më dyshë se duhet ndërtimi një kauzë të cilën, siç e thash, e rënoi vetë me veprimet e djeshme.